Që ka thë pejgamberi Allahut, ai i cili në mëngjes e bën këtë dua 3 herë, ai i cili në mëngjes e thot këtë dua 3 herë, është i siguruar se s'ka me godit atë njeri bela e befasuar atë ditë deri mbrëmje. Dhe ai që e thot në mbrëmje 3 herë, s'ka me godit do një bela, do një musibet, do një fatkeqësi gjatë natës deri në mëngjes. A keni dëshirë vëllezër të ndërsh, të jemi nga ato të mbrojtur prej sferovave, fatkeqësiveve të papritura, të papregaditura që ka mundësi në ato qaste që të veprojmë diçka që i dhërojmë Zotin ton. Pra vëllezër të ndërshëm, thonte Othman ibn Affanin, me veshtemi e kam dëgju pejgamberin Allahu duke thonë, ai i cili e bën këtë dhikr, këtë dua në mëngjes, Bismillahilladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Ai që qel ditën e tij me këtë dua, që do të thot në emrin Allahu që nuk dëmtohet asgjë, nuk ndodh asnjë dëm, as në dunjë, as në ahiret, nëse përmendet emri Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu është ai i cili ndëgjon dhe është i ditur. Të nditur je i mbrojtur nga çdo fatkeqësi e papritur. Deri mbrëmje dhe mas akşamit e preferuar ban dhe pak para akşamit sipas djesja dietarëve. Me njerë që ta banjsh këtë dua dhe këta të kjetë e mbroja musliman. Pra leo të ndërshëm kjo fortifikata pre pejgamberi Allahu që në neve në mëson që të fsi të fortifikomi të mbromi nga fatkeqësitë të cilat mund të ndodhin të papritura.